Vrasja e palestinezes në Tiranë, nëna e saj pritet të vinë në Shqipëri, do të dëshmoj për krimin. Nëna e 24 vjeçares palestineze Rayan Aluan, e cila u vra në një apartament me qira ditore në Tiranë nga babai i saj, Fadi Aluan, që më pas u aratis në drejtim të Libanit, pritet vinë në Shqipëri. Nga mediat raportohet se nëna e palestinezes ka kontaktuar me autoritetet policore në vend dhe ka konfirmuar se do të udhëtojë drejt vendit tonë për të dëshmuar lidhur me vrasjen e vajzës së saj, 24 vjeçare. Burimet pranë policisë së Tiranës thonë se pavarësisht kësaj, deri në këto momente ajo apo pjesëtar të tjerë të familjes nuk kanë bërë kërkesë për tërheqjen e trupit pajet vajzës 24 vjeçare, cila vijon të mbahet në morgun e Tiranës. Dëshmia e nënës së 24 vjeçares pritet të dritë mbi motivin e krimit tronditës, pra arsyet përse Fadi Aluan udhëtoi drejt Shqipërisë dhe vrau vajzën me goditje thike. Vajza u gjet e pajet në 27 shkurt në banesën e Marmeqera në rrugën Gjon Muzaka. Nga hetimet rezultoi se babe bimbëritën në Rinas në 19 shkurt, 3 ditë më vonë, në 22 shkurt, babai i saj u largua nga Shqipëria në Greqi dhe më pas udhëtoi drejt Amsterdamit. Aktualisht ai dyshohet se fshihet në Liban. Vajza rezulton të jetë vrarë në harkun kohor të 3 ditëve dhe trupi i pajet i saj u zbulua më pas nga pronarja e banesës, e cila njoftoi policin. Fillimisht u dyshua se Fadi dhe Rayan Aluan ishin bashkëshort, pasi kishin fjetur në një krevat dhe ishin prezantuar si çift, por më vonë autoritetet gjermane konfirmuan se ishin babë e bi.